Pra kur kryeministri në mënyrë kaq të fortë investohet për të mbrojtur në mënyrë procedurale, nuk e ka me Ballukun, e ka me veten, sepse kanë marrë fundin ke 83 deputet nga tut, mund të vesh zëvendës kryeministit çdo qefi. Kur s'ka ndalu ty, domethënë nga këta me vendos një zëvendës kryeministit tjetër. Më 2 ditësh, si mund të tallesh ti me shqiptarët me thu po pengohet BE-ja. BE-ja është e lidhur me Belina Ballukun? Me që më dole ke BE-ja. Jo, BE-ja është e lidhur me emrin e Belina Ballukut. Atëherë dekretoi një emër tjetër me gjithë procesin e Shqipërisë për BE. Dekretoi një emër tjetër, ta kalon presidenti, votojnë në kuvend, domethënë, dhe nëse zonja Balluku dele pafajshme kthehet prapë zëvendës kryeministit, bëj edhe kryeministi po desh, bëj çfarë duash. Por po them që në konceptin procedural, kryeministi për mua në momentin që është mbështetur te procedura dhe jo tek morali politik, se kur votohet si si perceptim. Po pra po ti çfarë duam në qeveri procedurale? Ne shiko, qeveri procedurale, ne duam qeveri politike. Dhe në momentin që ti e justifikon këtë lloj qëndrimi vetëm nga gjykata kushtetuese apo nga çdo lloj gjykate tjetër, dhe duke përgjigjesh shqiptarëve që po, unë këtë person, se ky prezumimi i pavojësisë është shaka shumë e madhe. Ore, prezumimi i pavojësisë i shërben Gimit apo Iliranit, domethënë Ilirit atje te Demalis tek gjykata dhe inshallah dalin pafajshëm. Çështja është që ja dele fajtor ti proporcionin që qytetarët kanë marrë vendime nga njëri i korruptuar për 4 vjet. A është më e rëndë se sa po dali ky person të shpallit pafajshëm individualisht apo jo? Jam dakord, Gimo, vetë ka një gjë që edhe zmadhimet ne i kemi bërë këtu, i kemi fryrë jashtë mase. Për shembull që të thuhet absolutisht ka korrupsion dhe korrupsion që duhet marrë masë, korrupsioni është bërë gangrenë e këtij vendi dhe jo vetëm këtij vendi, po çdo rast që hetohet del që është deri në gjykatë. Tash problemi është që thush ka marrë 50 milion Belinda Balluku, unë këtë se besoj. Shiko, vjedhja, për mua një që vjedh 1.000 euro, vjedh 10.000 euro, jam dakord, vjedh 1 milion euro, jam dakord. Po që ne i frym dhe kemi fillu. Unë i kam frikën këty në gjyqjeve popullore, Gim. Ne do të jemi të kundër gjyqjeve popullore. Unë jam kundër gjyqjeve popullore. Shiko, tash dark për dark, qoftë edhe e fajshëm një person. Gjyqjet popullore që bëhen nëpër tallavate darkës, unë po flas. Është turna pagjazes dhe po të vi këtu ke Spaku, Gim. Spaku duhet mori masa kush nxjerr informacionet që bëhen gjyqjet popullore në tallavate darkës. Që është sekretet i morë, një. E dyta, për ta vazhdu këtë logjik, ne këtë gjendje të korrupsionit, po e shohim sot i ka dalë kallaj edhe Europës, edhe mëtej.